si e risi. Provo platformën TV Alb Falas me mbi 200 kanale shqip nga të gjitha trojet shqiptare, plus 2000 kanale nga e gjithë bota. Gjithashtu TV Alb ju ofron pakon e Digital dhe Tring TV. TV Alb është e vetme platformë shqiptare që mund ta shkarkoni aplikacionin në Smart TV. Gjithashtu me një abonim shikon në 3 pajisje në të njëjtën kohë Falas. TV Alb e vetmja platformë legale në Amerikë dhe Kanada. Vizito webfaqen tvalb.com apo kontaktoni në numrin 877 448 8252. Përshëndetje dhe mirë se vini me Noli Show, Noli TV këtu në Shtetet Bashkuar të Amerikës. Të flasim për për 5 dekada që punojnë në gazetari. Thuhet se një rrugtim filmi, si ta thuash një rrugtim filmi i një gazetari të shuar. 5 dekada të punosh, të kesh një karrierë shumë të suksesshëm, edhe gjithmonë punon edhe këto gjithë kanë kaluar. Por është një gjë shumë interesante se kur sot jemi së bashku në studio televizive këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe kam paramen një personalitet që me të vërtet mund të them edhe ikona e gazetarisë, zotri Iman Beqe, jurist, gazetar, redaktor në Radio Televizioni Prishtinës që nga viti 1976 dhe në Radio Televizioni Kosovës prej vitit 1999. Pos tjerash, autor i 800 emisioneve dhe dokumentareve nga Mërgata jonë, në kuadër të rubrikës Zëri i Ynë. Beso, me të vërtet, po pres me pajzit tim që filloj bisedën. Përshëndetje dhe mirë se e ke gjetë këtë kohë sot që ne të jemë së bashku këto dhe të shikojmë dhe të shpalosim rrugtimin e juaj për këto 5 dekada. Besoj që do të na vinë një 2 ditë me folë, po do të flasim me ato mundësi sa kemi. Mirë se ke ardhur. Mirë se u gjeje, faleminderit për ftesën për këtë emision që sa kam pa unë është shumë i ndjekur gjithandej nga shqiptarët kudo në përballë. Moni, me ta tregu të drejtën, pyetjet që i kam përgatit për juve janë të përgatitur nga njohja jote që unë ju njoh me shumë vite si një gazetar i shuar, një punëtor i palodhshëm, një personalitet që ku është desht ti je qenë. Po unë du me të kthy pak mbrapa, shumë mbrapa du me të kthyje. Si erdhi kjo puna? Atëherë nga fëmëria, po si ishte ajo jeta jote e fëmërisë, edhe nga cili vend vjen për publikun, kisha pas dëshirë që ta din edhe këta se nga është mani. Po, faleminderit Noli, po të thras Noli, sepse të njohim me këtë nofkë. Noli, kështu që besoj që s'ke kur gjë kundërt, edhe të mund të më thrasë Shimoni edhe mua, dhe të përgjigjem në pyetjen e parë që më shtrove. Unë jam lindur në Shall të Vajgorës dhe që nga mosha 7 vjeçare kam jetu, jam rrit dhe jam zhvillue në Mitrovic. Do me thonë, edhe shkollën fillore dhe shkollën e mesme e kam kryer në Mitrovic, kurse studimet, fakultetin juridik, i kam kryer në Prishtinë. Me thënë drejtën, që nga klasa e 7, kur kam regjistrue vjershën e parë të botuar në gazetën Rilindja për fëmijë atëherë, dhe pastaj edhe disa të tjera që i kam botuar në Jeta e Re, atëherë revistën letrare dhe në Zëri e në disa gazeta tjera. Ju kam qas, dhe me thonë, gjuhës, ju kam qas shkrimeve dhe kësisoj kam fillue të merrem dhe të interesohem paka shumë se a mund të bëhem ndonjëherë ndonjë gazetar. Ka them të drejtën, në vitin 1974, Rilindja pa të shpall një konkurs për gazetar. Dhe une mora pjesë në konkursin e Rilindjes, isha në testin që e organizun dhe pritsha përgjigje.
Me qenë se në atë kohë nuk kishim telefona mobil sikur sot që i kemi dhe redaksia ishte në Prishtinë, unë isha në Mitrovic, punoja atëherë në shkollën e muzikës, sepse kisha përfundue shkollën e muzikës ciklin e ullët si nxënës i normalës dhe kisha mësuar klarinetin. Dhe nuk isha paraqit në kohën kur ishte bë shpallja në tabelën e shpalljeve që zakonisht i shpallnin domethënë kush është pranu, kur s'është pranue. Mas 6 muajve kur kishte kalua fati që unë duhesha të paraqitem në redaksi si i pranuar gazetar, unë e mora vesh që isha pranuar gazetar në Rilindja dhe me thënë drejtën u mërzita pse nuk kam pas atë mundësi me shkue me punue në Rilindje si gazetar. Por, ky ishte fati im. Pastaj, në 1976, gazeta Trepça, është gazetë kolektive të madhe të punëtorëve që ishte atëherë Trepça si kombinat me 22.000 punëtorë. Ajo kishte gazetën e vetë, do me thonë gazetë kolektivit, e cila pasqyronte jetën e punëtorëve dhe arritjet dhe problemet që i kishte Trepça si kombinat atëherë. Dhe më pranuan si gazetar në Trepçë dhe aty takova fotoreporter Sulejman Klokoçin, Sulejman Kaçamaku, sepse Sulejman Klokoçi po ashtu është, si që din ndoshta dhe ti sigurisht, që është ka qenë kameraman i njohur dhe është edhe sot dhe kësaj dite. Sulejman Kaçamaku më tha, ndëgjoj, televizioni i Prishtinës është hapë, domethënë nga 74, kjo ishte 76-a, është hapë për punë dhe po punon nga Prishtina, se më parë ishte emitoi nga Beogradi. Sot dhe unë e kam një mik sot aty në televizion që ka qenë gazetar redaktor këtu, ishte fjala për Peta Bakallin, ishte shef i korespondentëve në televizion në Prishtinës. Tha, nëse don, mundemi, tha, me bashkëpunu me te, tha, edhe krahas gazetës, tha, mundem edhe me dhënë storje të ndryshme, materiale të ndryshme, sidomos nga Trepça që ishte shumë interesante, tha, mundemi me punu me te nëse don. Shkuam, biseduam me te në Prishtinë me Peta Bakallin, thashti të ndjerë, tha, ne jemi të interesuar, por të shohim se çka dini, çka mundeni. Dhe ai me atë kamerën, atë pajarin atëherë që ishte pa zonë, vetëm me fotografi, unë shkruja tekstin dhe e kombinonim dhe e qumë, dhe nuk vonoj shumë, dhe ata me të vërtet kishin nevojë për një korespondent që të mbulonte jo Mitrovicën, por edhe Vushtren, Skenderajn, Leposavicin, Zubin Potokun dhe Zveçanin. Kështu që mas një kohë shumë të shkurtër, u mbajt në Trepçë një seminar, një simpozium, atëherë bëhej fjalë për ligjin e punës bashkuar, duhet aprovohej, po bëhej diskutimi publik, sidomos në për kolektivet e mëdha, dhe kishin ardhur nga Federata Jugoslave, atëherë kishin ardhur në Trepçë dhe diskutonin për ligjin e punës bashkuar, si duhet t'i qasin edhe Trepça, për shembull, t'jep kontributin e vet. Nga Prishtina kishte ardhur dhe pa më njoftu fare, kishte ardhur Qemal Hasani, atëherë ishte shef i programit informativo politik të televizionit të Prishtinës, dhe Peta Bakalli merr në telefon, thotë, shiqo, ti sot e ke për televizion, sot raportin e lajmeve qendrore e ke ti nga kjo ngjarje e madhe që bëhej. Dhe unë e mora dhe dikun para se tik për Prishtinë Qemal Hasani, unë nuk e disha që është ai shefi Pipit që i thëshin. Mu afrua, tha, ti e mon me që i thashun. Tha, e ke gjysmë ore kohë
me e bo raportin dhe më madhon në mu me qunë në Prishtinë për lajme. Po thash, gjysore tha ke ko. Unë me dorë aty se nuk kishëm mundësi tjetër dhe me dorë e shkrova i bikem një minutë e gjysmë që shë llogaritet në televizion. E shkrova raportin në televizion edhe e muraj, kisha qëllu mirë bukur shkrimin se në atë kohë s'kish tjetër rrugdalje. Dhe ka lexu rrugës. Këtu shku për Prishtinë. Kur ka shku në Prishtinë, i kishtë thonë Feta Bakall, shiqa. Ky raport ka me shku kështu si që ka bo moni sot dhe prej sot llogaritni që duhet me pranue korespondent të rregullt. Wow. Në këtë mënyrë unë u pranova korespondent i rregullt i televizionit të Prishtinës që nga viti 1976 bile para se ta nënshkruaj kontratën e punës kisha nevojë atëherë për banesë, më patëndon edhe banesën në Mitrovic. Kjo është filli, domethënë si kam fillu unë Noli. Atëherë, do të të po kam dëshirë ta di atë rrugtimin prej viteve 76 deri në 99, si kanë qenë ato sakrificat e juaja, edhe nuk ka qenë e di e lehtë se ka qenë edhe pushtuesi serb në atë kohë. Raportimet e juaja prej kohës kur ka qenë ngrevat e minatorëve. I lutem na trego pak si ka qenë çaja periudhë, se me të vërtetë ajo periudhë ka qenë shumë e ndërlikuar, sidomos në çdo cep të Kosovës, në çdo ngjarje të shumë të keqe, ju keni qenë pranë. Si ke menaxhuar ato kohën atëhershit? Noli, një kohë duhet ishim pak të kujdesshëm se çka po themi, sepse dihet çfarë sistemi jetoni. Mirë po, me kalimin e kohës, me që thonë, të jam marrë dorën zanatit, atëherë kam raportue ndoshta më ashpër në kuptimin e cenzurimit se që lejohej, por e kom pas vetëm një moto. Ta them vetëm të vërtetën edhe të mos brengosemi, pasojat s'kem që bënë. Gazetarje, duhesh ta thush. Dhe me të thënë drejtën, nuk jam penalizue, po thuajse asnjëherë, se kam thënë të vërtetën, edhe çka bënin pushteti atëhershëm. Dhe mbaj mend grevën e minatorëve që zunën në gojë. 8 ditë të grevës së minatorëve kam raportue për çdo ditë nga greva e minatorëve, nga zgafella poshtë, dhe kam çu materialet dhe të nesërmen prap, 8 ditë kanë ardhur të tjerë, nuk kam qenë vetëm se ka pas interes shumë i madh i gazetarëve për me po për televizionin e Prishtinës, sidomos për lajme, unë çdo ditë kam raportuar për grevën e minatorëve. Ka qenë një punë e vështirë, ka qenë një situatë e vështirë, sepse i shifshe ata njerëz tu sakrifikue në 800 metra në thellësi, pa ngrënë, pa pirë, të molisun, ishte kohë e vështirë. Dhe shkoj ajo punë, pastaj ndodhi një aksion tjetër minatorëve. Isha në Mitrovic dhe më lajmëruan, e kishin marrë informatën nga Prishtina se minatorët janë nisë këmbë nga Stantërgu deri në Prishtinë që bëjnë 40 kilometra, 45 me Stantërgun, sot me shku thot se janë nisë minatorët. Dhe bashkë me ta e kemi trasuar rrugë prej Stantërgut ku është selia e minatorëve, në për Mitrovic, në për Vushtri, na kanë ndalue në Mazgeti, thonë në vend ku i patë ndalue policia që këshin ndalë për me ndërprerje marshimin deri në Prishtinë, por minatorët nuk u dorëzuan dhe mësyn deri në Prishtinë. Për grevën e minatorëve,
si që dini, kanë pas dhënë përgjegjësi pastaj kur u mbyll ajo me mashtrimin e madh që ju bën aty në njerëzve që kërkonin minatorët japin dorëheqje për shkak se ishin anti-shqiptar, si Ali Shukriu dhe shokët e tij të asaj kohe, u murën në përburgje udhëheqja të hershme të fillua prej Azem Vlasit, Aziz Abrashit, Borhan Kavajës, edhe shefat e minatorëve, dhe mas 2 dite edhe morën në sigurimin shtetënor, në katin e dytë në Mitrovic ku ka qenë sigurimi shtetënor, erdhe një si Udbashi që i thojshëm atëherë edhe tash Udbashi ju thonë, edhe morën pyetje pse si çka është bo. 2 ditë. Unë e thosha vetëm se po pres se kur do të më arrestojnë, sepse i kishin arrestuar të tjerët. Dhe të them të drejtën, e kam bajt atë bar 12 vjet pa e ditë se kush më shpëtoi nga burgu. Dhe Noli e din kush më ka shpëtuar nga burgu? Kush? E kom marrë vesh mas 12 vjetë në Zvicër. Në Zvicër takova Agim Malën, që ishte drejtor i përgjithshëm i Radio Televizionit Prishtinës në atë kohë, dhe shkum me Fatmir Bajramin Xhirusin për të bëni bisedë me te rreth atyre mjeteve të që grumbullonin populli atëherë për Televizionin e Prishtinës, sepse fondet jo ndërprerën. Edhe duke nejt në shtëpit të tij në Zvicër, po më shiqon dhe për shof nuk më ndan shiqimin. Agim thash diçka, po më shiqon. Tha po të shiqoj më në beqire, tha ullën këtu. Thash arsyeja, tha din sa kusht ka shpëtu ty, tha prej burgut, tha për grevat e minatorëve. Thash, unë që 12 vjetë këtë barë për e baj, e nuk po di kush, edhe arsyen, a thu, më kanë marë si bashkëpunëtori tyne, apo që ka ndodhë, edhe pse s'kisha bashkëpunu kur, vetëm kisha pasqyru grevën e minatorëve, ashtu si ishte. Tha, unë, masi është kry greva, e i kanë marë këta të tjerë, tha Azizin e Borhanën e këta, i kom thonë, tha Rahman Morinës, ndëgja. Me ata të tjerët, bën që të dush, ata le të japin përgjegjësi për veti. Po atë gazetarin, mon beqiren, mos ma prekni, sepse ai vetëm ka bo detyren, dhe nuk ka arsye me e marë për asli, nuk ka gisht në organizim e tjera. Kjo ka qenë, dhe më thonë, fati me grevat e minatorëve. Dhe nëse më lejon edhe pak për atë periudhë. Sa të dush, të lutem, vetëm vazhdo, të lutem. Edhe nëse më lejon edhe pak për atë periudhë. Të lutem. I herë të ardhën nga Mitrovica në Prishtinë, dikun rreth orës 9 para ditës, 10 ndoshta, nuk e di, ashtu ka qenë. Te tregu afër televizionit që është edhe sot, e shoh një rrëmuje madhe e makinave me zhurma, me njerëz, me thash çka po ndodh, çka u bë. Kur hyn televizion, po pyet çka ka ndodh, thonë mos pyet, çka ka ndodh, thanë kemi informacione se i kanë helmu nxënësit në Podujev, në Vushtre, e në disa komuna të Kosovës në shkolla i kanë helmu dhe tash po i sjellin se janë në gjendje të keqe. Pa një pa dy s'kom bërë gjobë drejt në spital dhe prej aty e kam dhënë raportin e parë për helmimin e nxënësve të Kosovës nga pushteti atëhershëm siç dihet, dhe pasojat e atij helmimi janë të pariparueshme siç dihet nga ajo kohë që kemi kaluar. Atëherë do të kisha pyetën, a si ka qenë bashkëpunimi i gazetarëve
mes këtyne viteve 76 deri 99 me gazetarët e huaj. A keni pasën informacione prej korrespondencave të huaja, do me thonë njerëz gazetar versionit të ndryshëm, do me thonë amerikan, gjerman, si ka qena, se nuk ka qena edhe shumë let, na trego pak për atë periudhën. Të them të drejtën, neve që e dini edhe opinioni se neve në 90-ën, me 5 korrik 90-ës neve në mbyllën televizionin. Para se të mbyllej televizioni, ne përpiqeshim të informonin, jemi përpjek dhe kemi pas sukses me informu edhe gazetarët e huaj që kanë ardhur për grevat e minatorëve, me tregu se çka po ndodh, dhe ata e kishin edhe prej nesh një burim informimi. Bile me thënë drejtën, ne e kemi pas bon një farë rregulli aty, se unë ishe i përhershëm aty, te hyrja e ekipeve televizive në atje në zgafel, sepse si që din serbet janë mjeshtër të dezinformatave, të keqin të informimit, keqin interpretimin e të ato që ka shohin. Dhe është një sinjalizus aty i cili ato shportat që lëshon me njerëz, si lifta, që lëshon me njerë pa lejen e tij ata s'munën aty pa dhënë sinjalin e s'munën me hy, dhe i kom pas thonë bën çmos aty ne po ta thonë, bën çmos kur vishin ekipet serbe që vishin, thosha mos i lejoni se kanë me u keq për dorë poshtë, mos i lejoni me hy. Dhe noli ashtu edhe ndodhi dhe ata ankoheshin pse nuk kanë qasje, po ne të hujve zakonisht ju ndihmojshim edhe i informojshim edhe i shkëmbejshim edhe materiale të xhirume. Dhe në gjyqin, kur është bo gjyqi i Azem Vlasit, Branka Vajës e Aziz Abrashit, prokurori e pyet një prej atyre sinjalizuesve, thot, a mundi me na thonë jo neve kush e ka bo rendin aty, kënë mundin i me lëshu e kënë s'mundin i me lëshu në minjerë. A i vishkreti që ka pas ma shumë se me thonë, lojën një moni i bajgorës o kënë se i ka, na e lëshajshëm. Më ka të regu Ismet Begu, gazetari Lindjes që ka përcjell gjykimin e këtyne, se qështu ka qenë dhe e vërteta ka qenë kjo. Mandej mas të, po derit në dhetën, derisa jemi mbyll, ne kemi pas edhe shumë punë tjera, do më thonë, po edhe të përfshi gazetarët e huaj. Për shembull në aksionin e pajtimit të gjaqeve. Unë vullnetarisht kam marrë përsipër obligim çdo të fundjavës që shkonin ekipet për pajtimin e gjaqeve të mjediseve të ndryshme. Kam shku dhe kam sjell informacione edhe pjesë materiale shtesë që më vonë është bën një dokumentar për asaj ngjarje. Një ekip francez, unë e kisha një njohuri nga shkolla të gjuhës frenge, pyet a dini dikun ku po organizohet një pajtim i gjaqeve, sepse kishte marrë dhënë ajo punë. Unë i thash për në një fshat ku bëhej kjo dhe ku ishte Anton Qeta i pritje ti pajtimi. Dhe e disha paraprakisht se Antoni flet edhe frangjishtën. Dhe e mora atë ekip, edhe unë bashkë me ta, edhe unë bëna intervistën me Anton Qetën, që e kom aty, ja u kom dërgu më duket, e bëna intervistën me te në Shqip, kurse a ekipi francez intervistoj Anton Qetën në gjuhën frenge për aksionin e pajtimit të gjaqeve. Dhe kur jemi të pajtimi i gjaqeve, dhe dy ngjarje që shumë madhore kanë qenë, e para në
Bubavec, ku e ka udhëheq Mulla Xhavat Kryeziu, dhe më madhështoria që atë raport nuk e harroj kur, edhe kam thonë dhe mendoj ashtu, në Verët e Lukës, me 1 maj 1990-s, është mbajt tubimi më i madh ndonjëherë i shqiptarëve që mund të mbahet, që është bërë pajtimi i mëse 60 gjaçeve dhe plagëve, dhe me siguri kanë qenë gjysmë milionin njerëz aty, këta kam thonë edhe në raport, dhe është një tubim që atë ditë edhe ka pas edhe televizione tjera që kanë qenë, po unë për televizion Prishtinës, më ka caktu televizioni Nigerus, unë të ditë peshën edhe se ka pas edhe provokime, kemi shku atje në Verët e Lukës, po deshke kalu në përpej për me shku atje, kemi pas provokime prej policisë, prej popullatës sërbe, malazeze, të pejes e nej, por thash veti, po e marrë dhe një xhirus rezervë, sepse nuk i dihet kësaj ngjarje kaq të madhe. Ka qenë Tarik Pagarusha i caktuar me mua që kemi shkue, dhe kam ardhur deri në Fushë Kosovë, kam hy e kam marrë edhe Ahmet Konjushën si xhirus atëherë, dhe me 2 kamera e kemi përcjell. Dhe jam shumë i lumtur që kam rrit atëherë me dhon atë ngjarje aq madhore në televizionin e Prishtinës. Kjo është sa i përket punës, domethënë gazetari të aty në kohëve. Të 90-ta. Pa e përfshim andej sa i kam xhirue për shembull një djalë 13 vjeçar në Gjilan, ku policia sërbe në atë vit, do më bëhet fjalë për 90-ën. Noli në 90-ën, neve na u dhan një dritë e gjelbërt prej udhëheqjes të athershme, në krye me Agim Malën si drejtori përgjithshëm, që fletshëm, lidhshëm, tregonim çka po ndodh. Dhe unë që atë doja. Po, se cili njëri e maksimalisht, për shembull, e kam xhiru një djalë 13 vjeçar në Gjilan, e kishin bo vetëm u dike që është gjallë. Dhe u përhap, unë pa ta xhiru atë, edhe në Kamenit shkova, do të jem që ishin arë prej Zvicre, i kishin në rap dhe i kishin pleçkit do franga, edhe me këto 2 ngjarje, dhe më thonë ktheva në televizion, edhe ashtë atë, dhe pastaj u përhap lajmi që ai fëmijë ka vdek. Mas luftës, ka ra rasti, dhe tani kam qethjet në trup, ka ra rasti me shku në Gjilan, me pyet për atë fëmijë. Më kanë thonë se ai është gjallë dhe se e kanë shpëtuar duke e futur në lëkurë të dashit. Sepse lëkura e dashit po i tërhiq ka hepatomat, këto ajtjet, edhe e kanë shpëtuar dhe është në shëmjet. Wow. Atëherë, pra, të realizosh 8 emisione, ka punë. 8 emisione, ka shumë punë. Po të realizojsh 800 emisione, kjo është pastaj edhe një gjë, kjo është zëri ynë, do me thonë rubrika që është quajtur zëri ynë, ke filluar, ke dalë jashtë vendit, ke shkuar deri te Arbreshët, te Amerika e lashtë, s'ke lanë vend. Kisha pas dëshirë, më najvequ se me të vërtet që të flasim për të gjana, ne duhet një kohë shumë e gjatë, por do t'i shkojmë pak më shkort, dhe duhet i di momentet e tua më të bukura që i ke përjetuar. Kuptohet se përjetimet më të bukura janë kur zbulot ose zbërthehet një identitet i shqiptarëve që është një histori shumë e lashtë. Edhe aty kam pa diçka të Arbreshët që kemi pa dhe në emisione këto dhe kemi pa në televizion, ato momentet e tua më të buzëqeshura, më të mirat. Të lutem na trego për këto 800 emisione të bukura që i ke bërë, edhe nuk ndalon. Kjo është një gjë interesante.
Kjo është, më thënë, nga viti 2001, sepse nga 99-ta, kur u kthyem se e lam atje ku me 90-ën kur u mbyllëm, dhe pastaj her pas here nga 90-ta deri 99-ta kam bashkëpunu me radio televizionin shqiptar, aty këtu, ndonjë ngjarje, për shembull ndonjë ngjarje që bëshin atje në Gjermani me Besfort Hasanin, me Xhirusin, i patëm xhiru, për shembull, mbaj mend grupin e Kontaktit, ku ishte Albright, Cook e Fischer e këto ministrat e jashtëm, dhe patëm informue për demonstratat që zhvilloheshin atje, për një kufom që patëm quhet e konsulata jugoslave në Munich, në Frankfurt, më fal, ku e shpallshim të vdekun, sepse dihen si rrodhen ngjarjet ato nga 91 deri 99, domethënë deri 95 kur Serbia pushtoi nër Kroacinë, pastaj Bosnjën me radhë derisa na radha neve. Dhe nga 99-ta kur u ktheva në televizion, me të thënë drejtën, mua atëherë nuk më ka nal lufta, sepse isha nga Mitrovica dhe televizioni kishte shumë nevojë për një korrespondent prej Mitrovice, dhe unë isha ai që e njihsha më së miri atë rajon. Ka qenë një kohë shumë e vështirë, Noli, 99-ta e tutje ka qenë shumë e vështirë, sepse në urën e Ibrit, çfarë marrëveshje ka qenë, ata e din, u vun kfori francez, i cili ishte liberal ndaj serbëve dhe nuk e lejonte kthimin e shqiptarëve nga pjesa jugore në pjesën veriore të Mitrovicës, atje ku i kishin pas shtëpiat, pronat ku kanë jetuar, me si. Dhe mbaj mend për shembull 3 dhe 4 shkurtin e vitit 2000 kur u përzun masivisht 12.000 shqiptarë që kishin zënë vend mas luftës atje, për tyne 10 u vran, 20 ca u plagosën, ishte punë e vështirë, punë e tmerrshme me pa në kohë pa që pëthojmë tashti, me pa se si ju kishin gju bombat në për banesa, i kishin therr, i kishin kestrajtu, kfori që kish bo vetëm atë që ka mujt dikun me shpëtun dë një edhe me qitë në makinë tyne me pru njëg. Se dhe më thonë, ata kanë qenë që thonë të këqyrë seri që dhe të populli. Dhe një rast tjetër që ndoshta ke mujt me vrejt, është kur nuk lejohej askush, dhe më thonë, të kalon të urën, qëllon një shqiptar i ri, 23-4 vjetë me thonë, edhe po hynë me makinë kontrolat të këforit. E isha me Sadik Shabanin Xhirusin, për thëmë Sadik, që kjo është shqiptar, edhe po do me shkua nej. Të lutem prej tash, xhiroje thash, edhe mos ja shko që ka merën, hiç të këqyrë në qa pëndodhë. O është i qmendur, o është shpyun edhe dela nej tregon kush është. Dhe ashtu ndodhi Noli, e xhiroj djali nuk e ndërpreti, si kam rri, ka kalu dhe me thonë barierat e këforit, kam rri për të urës anej, ju kanë vërsul serbet sikur bishat tu e gjujt me çka kam pas, me tulla, me gur, me pekra, me çka kam pas në makinë, po ky djali ishte shumë i shkathët dhe arriti të shkon mrapsht prej Kakar dhe përfundon në një barierë të këtyne të këforit me hekra që ishte me tela gjembore, thurën, përfundon aty, arrin disi të del dhe i gjakosën të del prej aty dhe këfori vend që mu marë me ata që kishin sulmu, u murën me këte, e tash
mandej unë e intervistova, po s'më lëshën as intervistën, me bo me ditë që ka ndodhë. Edhe arrita qysh ai të ma vu dorën në kamerë, ai i këforit, unë të e pyet, ai thot, unë deshta me shku e kam shpinë, se në për atë rrugë kalon një fshat atje, me Suadall atje, tha deshta me shku në shpitaj, me tha, pa qambone, më sulmune, mandej e kom pas taku atë qënë ka pas ardhë në televizion me marë storjen, ka pas bo buj shumë e historia tëre. Edhe po pys, po çka deshte që tu e ditë? Atë do më të kallëzu drejt, isha ardhë me marrë një historie, me aqu një italiane që ky kishte lidhje me te, thash, po çka deshte, pse rrezikove? Tha kom vu bast me shok, që unë do të kaloj ka ura dhe do të shkoj në fshatin tim atje. Po fati ti që shpëtoj dhe është një historie që e dhimbshme, po që edhe kjo ka ndodhur, më thonë, në viteve me njëherë mas luftës. Dhe dikur u pa që kjo puna unë për ditë Mitrovica, atëherë në 89-ën, me Besart Hasanajn, s'kemi lonë në ngjarje që ka ndodhur pa e përcjell, e ato kanë qenë shumëta, e kanë qenë demonstratat e mëdhaja, kanë qenë rrapjet e mëdhaja, kanë qenë sulmet e mëdhaja, vrasje, ças ka qenë. Por, gazetar, edhe në atë kohë, për shembull, kemi shku, ka qenë shkolla, e ka patën bo improvizu një shkollë për një pakice shqiptarëve që pa të metë në kodër të minatorëve, patëm shku me me pase çka po bojnë. Ata ne kemi shku me ndihmën e policëve të UNMIK-ut. Dhe është raporti i parë mas lufte që del, domethënë mas disa muajve, që del nga kodra minatorëve ku zguxonte kush me lëviz për shqiptarëve me shku atje, po unë me Besfortin Qibisin që i thon gazetari ja keni dalë. Duhet me shku. Edhe to ishin, domethënë, disa nga ato përjetimet e pas luftës. Dhe kur e morëm vesh që kjo punë me Mitrovicën nuk do të ketë zgjidhje dhe u rahatun pak këto ngjarjet, dhe mo nuk ishte lëvizja nej. Atëherë në televizion Agim Zatriqi ishte drejtor, tha është mirë, tha, që ju gazetarët e ishë RTP-s. Tha është mirë, tha, ju me marrë nga një emision, mjaft keni punuar me këto ngjarje, me këto sene, me bo një emision se cili une, Suleman Shaqiri, Ilir Bujko i thojmë na, edhe unë, ai më kishte propozuar në ngjyra jetën një emision. Për shkak të përjetimeve që ka kemi pasë me kontaktu me njerëzë, unë e thash, din çka Agim, thash, a ka mundësi unë me bo një emision për mërgatën me qenë se nuk kemi? Tha, po si do të realizojsh, thash. E gjej mënyrën, thash, se e realizojmë. Edhe kështu në 2001 kemi fillu emisionet e mërgatës, që e qytëm emisioni Zeryn. Emisionin më të parë, më të vlerësëm që e kam realizu dhe është ekipi i parë i televizionit shqiptar, po flas shqiptar, që ka realizu një emision me arbërorët ose që i thonë në Greqi atje arvanitasit. Dhe me thënë drejtën, Noli, është një përjetim që vështirë është me përshkru, që ashtu është, mas e vërtet. Me mikun tim Ismet Hajrullahu, po një kamerë vogël e ka pas, edhe që mos mu diktu. Ka pas qëtë kamerë vogël, kemi shku atje, ai kishte rënë kontakt me një kryetar të shoqatës e arvanitësve Marko Boçari. Ishtë Jorgo Jero, ishtë një burr, një 60 ca vjet atëherë, edhe ne shkum te ai në mirëpriti, edhe aty tha në Athinë.
kur shkum në Athinë, tha, këtu s'kemi, tha, çka bëjmë, tha, po, unë po vim me juve dhe do t'i vizitojmë, tha, arvanitasit në rrethinat e Athinës. Wow. Dhe nga ai morëm vesh se ishin 400 fshatra shqiptare, do më thënë arvanita se që thojnë ata, po arbror që thojmë ne, ishin të rrethume. Athina i kishte 400 fshatra në komunë, do më thënë në rrethinën e vet, që ishin me arvanitas. Dhe shkum në një fshat, takum një numër jo të vogël të arvanitasve aty. Ata kur e morën vesh që jemi nga Kosova u habitën. Tha, ne kemi strehu, tha, gjatë luftës e refugjatës këtu nga Kosova. Tha, kanë punu, tha, kanë qenë njerëz mirë. E po mirë, Noli, ishte knetësie madhe që ti komunikoje me ta sikur se që po komunikoj unë me ty. Në gjuhë shqipe? Po. Wow. Ata më mërshin vesh mu mirë, unë ata, kuptohet, ajo shqipja arkaike është e tyne, nuk është ajo e sotmja, por agjirum aty këngë tyne, agjirum punë që bëjshin. Dhe që është ma interesante, e kalum një ditë të tonë me ta, dhe ka kthehemi, ishte bo darka, ai Ismeti, po thot Ismet Hajrullah, po thot po hym në restoran, thot edhe po ham darkë qëto. Hym, kur hym, njeni aty, po në she, kur erdhë, po, shqiptarini, tha shqiptari jemi. Kishtë qenë shqiptari Shqipnis. E ti këtu, tha unë po punoj, po edhe pranari, tha është shqiptar. Si? Tha është arvanitas. Wow. Noli ishte dhe më thonë, ku të që hishe, e gjejshe ata. Dhe arvanitasi, po në thot neve. Po ju tregoj, tha, një histori të babait tim. Gjatë luftës, tha, shkojnë disa, ishin net pa buk, ushtar grek. Edhe shkojnë në një shtab, një kazernë ku ishin shqiptarë. Tha shkojnë me lyp buk, se të rritur. Kur shkojnë aty, ata flasin greqisht, ata thonë, e komandanti thot, adin qka, këta në grek si gjithmonë kundër neve, thot, merrni qëtë një vrani aty. Kur e morë vesh ai që po thonë këta qëtë një vrani, thot, pse o vlla, thot, po dhune flasë si ju, pse? O, thot, ti shqiptar që ka? Po, thot, edhe, tha, ja mushin, tha, bukën e si, tha, dhe shpëton gjuha, dhe më thonë, e shpëton. Dhe kjo ishte shumë, dhe më thonë, se dhe ata e konstatun aty me aty orgojerën edhe ai arvanitës, tha, që tha, sfar, peshe, tha, ka gjuha, e ka shpëtu nga vdekja. E pyti kjo jorgo, atë e tha, po ku mësove, tha, ti gjuhën? Po ku mësove, tha? E ti ku mësove, tha, në shkollët? Tha, jo, tha, nuk kemi në shkolla. Po ku, tha, po në familje, tha, deri vonë, tha, prindët e mi, tha, s'kan ditë greqisht, flasin shqip. Kjo është epizoda me Argentinasit, me arbreshët ose arbanitasit e Greqisë. Okej. Pastaj, unë kam multu, kjo ishte ma afër me atë që kam qenë, po ishte e para, dhe më thonë, një televizion dhe ka pas bo bujt madhe, ajo historia, ajo emision. Unë nële kam udhëtue për të realizu këto 800 emisione që the ti, nga këtu në Kinë, e prej Kinës, në Argentinë, e gjitha ndrej globit. Ma në thuaj pak për arbreshët, si ke hullumtu se edhe më duket në Argentinë ka pak arbresh atje, më duket me sa e dijo. Jo, nuk ishin pak. Por? Nuk ishin pak, Noli. Aha. Po të kalzoj. Është një vllai i Burhan Kavajës, që ka qenë ish rrodhec i Trepçës, Recep Kavaja,
Tu e di që unë jam të i bo këto emisionet jaktet Greqisë, tjerat në për Gjermani, do më thënë në Evropë, po se po gjithandej, për mësimin shqip, për shoqatat kulturore, për klubet, për afaristat e njoftën që i kam gjiru, po më thëtë, më takoj ditë, tha më tha kësha pas qef me taku, tha me bisedu pak me ty, po, rëgjë, tha, dinti tha që ka arbresh në Argentinë, unë e u stepa, nuk kisha informat. Tha po, tha ka tha në Argentinë arbresh dhe jo pak, tha po unë e kam qenë atje, dhe një miki mi tha, që e kisha lanë një takim atje dhe ai kishte shku për një punë biznesi nga Bosnia për një familje Audia atje, ajo çështja e tij, tha ka dhe është tha një familje shqiptare, që thash ky miku, tha është një familje shqiptare, është një Naim Berisha me grua, me fëmijë, me atje tha, është vetmja tha familje shqiptare e Kosovës tha që jeton tha në Buenos Aires. Wow. Dhe unë tha ta e kontaktin, ajo bia e tyne është tha të studiu gazetarin, edhe Al Naimi tha ka punua me arbresh edhe ka marrë vesh që nuk janë pak, Po e shumë. janë shumë. Ha, ne e mora që të besvortin që të përmenda e mora, për thëmë besvort ta shkojmë në Argentinë, tha, po si do të shkojmë, thash, po kërkojmë një ndihmë, tha se nuk është punë që bëhet pa ndihmën e dikujt për afaristave. Ne kishim realizuar një emision dokumentar për Lazim Destanin. Po. Lazimin besoj që e ke njohur. Qysh, jo. Do më thonë njeriu aktualisht më i pasur në shqiptar, kishim bërë një emision kur ishte emisioni i 500 i emisioneve të Zëryn dhe si jubilar pa të marrë se ishte shumë interesant portreti i tij. E me te, do më thonë që thash kemi realizu me te biseda dhe filmime kemi pas në Kinë, në Shangaj, kemi pas në Dubai, kemi pas në Amerikë dhe Lazimi ishte prej atyne që i pari e pat furnizue ambasadën tonë që u hapë në Amerikë në 2008 e pat furnizu me krejt që pat nevoj, ka qenë ambasador Avni Spahiu dhe kom një libër ti që tu misioni i pari Avni Spahiu, aje e ven në duke thot ndihmën e parë ambasadës Sonja ka dhonë Lazim Destani. Edhe me Lazimin pastaj ishëm edhe në Hollywood, gjëronte ky djali i tij artist Blerim Destani. Dhe isam gjithë këto shërbime i kemi bo me te, gjithë këtë rrugtime kemi pas, po thom let na sponsoron që të rrugtim në Argentinë të shojmë që të vëllezër atje. E kërkon ai ndihmën e tij besforti dhe ai nuk hezitoi dhe na ndihmoi me shkuën në Argentinë. Kur shkuam atje? E takuam këtë familjen Berisha, e familja Berisha e ka një histori tjetër. Po ta them para se me dalte Albreshët, Naim Berisha, që thash ishte e vetmja familje shqiptare atje në Argentinë, kishte punuar në Obiliq përpara, inxhinier ishte. Edhe kur ken helmimet që të përmenda më herët, ky kishte arrit me i marr mostrat e atyne helmimeve, ai din që ka marr, edhe Kushnerit, që më vonë ishte administrator në Kosovë mas luftës, mjekve pa kufi, ndërta Kushneri ja kishte pazllon ato mostra. I kishin ra në gjurmë ti Naimit që ky e ka furnizuar me ato mostrat helmimeve të nxënësve Kushnerin dhe mjek pa kufi dhe kishte ik në Francë. Po në Francë nuk kish mujt me nejt, vetëm me kërku azil politik, edhe ata Franca kishte ende raporte me Serbinë, nuk kish mujt me realizu, e një prej atyne mjekve pa kufi kish thonë e kam një mundësi, cilën thot e kam një mik
timin sot në Argentinë, sot edhe me të dërgu atje, me kërku prej ti, me të pranu atje, edhe kësisoj, ai kishte përfundue në Argentinë, dhe me thonë duke ikur nga friga e burgosjes në Kosovë. Naimi punonte me disa arbresh, edhe po më thot unë do të vej në kontakt me ta, e kanë edhe në shoqat të tyne, janë numër jo i vogël, sa që as na nuk mujtëm me ditë, sepse kur e intervistuam ambasadorin e Shqipërisë që ishte në Buenos Aires për numrin e arbreshve, tha statistikat, tha kur nuk dijen se sa janë, e një prej shkaqeve ishte se ata kur kanë shku prej Italisë, do të thonë prej Kalabrisë, Sicili, kur kanë shku atje, ata janë paraqit si në shtetas italian dhe s'ka figuru kurkun kom si arbreshe, as albaneze, as shqiptare, kështu që tha është vështirë, pos na që i takojmë në për manifestimet të ndryshme. Noli vum kontakt me atë shoqatën e tyne. Na u ka dasht 2 javë ditë me prit, me u lëmtu, e me u informu, sepse nuk na pranonin. Edhe, a din pse kishin, mandena thanë, na thamë, Shqipnia, kur s'ka pas interesim për neve që jemi këtu, edhe pse ka ambasadën, a di s'ka pas televizion që ka ardhë. Të tjerët nuk e dim, mu që një ekip prej Kosovës të vogël, për Kosovën dishin edhe ata, mandej këshin marrë vesh ka ndodhë. E mu që sa me ardhë, tha, këtu kishim dyshime se çka janë, kush janë, pse janë, dhe kur kanë marrë vesh se ne, do me thonë, nuk jemi as të shkue për ne qëllim të keq, por vetëm me dëshmu që ka dhe me pasyrue, atër na pranun. Po kur na pranun, noli ishte përjetim jashtëzakonshëm. Wow. Sepse një herë prej Mores ose prej Peloponezit të shku në Itali me shekuj. Prej aty rujt identitetin e krejt e ikpe aty të shkon në Argentinë. Dhe ti tash e ke, kur e lanë një takim, e lanë më të bunë, po ishin të vjetër, gjithë ata që i takum. E lamë në një shpite njenit ati kryetarit asaj shoqatës tyne, kur e lamë më taku aty, po të kallëzoj drejten, ishte përjetim që zde njeri që shë përshkruun, gjaku që i thojnë ata gjaku i shkrishur, i shpëndam gjithandej, dhe ti po ulesh po shkon prej Kosovës dhe po flet me ta në takimin e parë, në hymje, në përshëndetje, jeni me një herë më tha, si të thonë ty? Thash, mon. Si? Thash, mon. Tha, litni poco italiano? Thash, jo, më vjen keq, vetëm shqip. A tha, vetëm shqip, thash, sonte këtu me juve, vetëm shqip. Dhe kemi qëndru aty disa orë, derisi i kemi gjiru ka tregojnë historien nga më të ndryshmet, dhe ishte përjetim shumë i madh. Pastaj shkuam në Luhan, është na çoi kjo gazetarja, na çoi në Luhan ishte një 70 km prej kryeqytetit larg, një 70 km, ku ishte një pjesë e madhe e arbreshve atje. Dhe aty takum një profesor Dedier, i cili kishte shkruar 2 libra për arbreshët e Luhanit, asaj pjesë atje, dhe i cili kishte shkruar krejt çka ka mujt, ai bile tregon e kish marrë detyrë nga fakulteti me hy në përmjediset e këtyne minoriteteve, me thonë që kanë ardhur nga Evropa,
me vizitu edhe me bo një studim për ta. Dhe kur shkon në disa raste të familjet arbreshe, kur flasin ata me zveti, ky nuk i kupton, nuk flasin, do më thonë, atë gjuhën kartagjane që thojnë ata. Sot, s'po ju kuptoj, apo mund me më kallëzu kushini, çka jini që po fletni këtë gjuhë. Se mendon që po flet me italian. Kur ata i thonë, jo, na jemi një kombësi, një identitet i veçantë në Itali, e tregon historinë. Edhe ky, pastaj, në intervistën që kemi me te, ishte kënaqësi shumë e madhe, sepse ai kishte lloj përjetimesh nga takimet me arbreshët. Pastaj në Argentinë takum Mario Sabaton, djalin e Ernesto Sabatos, shkrimtarit të madh arbresh, i cili nifej edhe si njëri prej shkrimtarëve më të mëdhenj latinoamerikan. Dhe aty edhe kjo ishte ngjarje për neve, sepse kishim të bënim, një vjet kishte më herët që kishte vdek Sabato, dhe e kishin vorros në klubin kulturor të atij vendi, për respektin që kishin pas dhe atë ditë kur ishim ne e kremtonin një vjetorin e vdekjes. Po Mario Sabato në thirrjen në shtëpi atje pam shumë gjëra shumë interesante, shumë dëshmi të Ernesto Sabatos dhe ai mes tjerash në një film dokumentar që kishte bërë ky për babajnë e vet. Thot që nana ime ishte shqiptare, tregon për çmimin kadare që ja kishin pas dhënë dhe kish marrë në Shqipëni. Dhe e pyes Mario Sabaton se po pse e bën dokumentarin, domethënë nga droncat e familjes e kishte bërë dokumentarin. Tha e bona për një arsye. Tha nesër nipat dhe mbesat, pasardhësit, tha kur të shohin emrin e tij nëpër rrugë që mbajnë emrin për institucione e tjera, tha, ta dinë se kush ka qenë gjyshi i tyre ose stërgjyshi i tyre. Prandaj tha e kombo dhe ai kishte bënë 300 emisione dokumentare për televizionet në Argentinë atje, për televizionet në Spanjës, domethënë në gjuhën e atyre italiane, tjera, ishte një djalë shumë i Zoti dhe edhe kishte shumë njohuri edhe sa i përket Kosovës dhe me te përfundum, por që na bën përshtypje pas tyne, domethënë Argentinas arbreshve, na ka bërë përshtypje shumë të madhe nolin një shkodran, i thonë Genc Lupi. Okay. E takum kishte 60 vjet pa shku në Evropë fare. Dhe me thonë, se jo në Shqipni, po për Shqipni e kishtë dalë, baba i ti kishtë qenë me 2 fakultetet përfundume, kishtë punu, dhe me thonë, në Shqipni, në kohën e Zogut. Dhe kur fillon lufta, Zogu e qënë këte, si kishtë kryq studimet baba, dhe me thonë, ishtë si Genc Lupit. I kishtë kryq studimet në Vjenë, e qënë Zogu sot më shku me i shpëtu studentat shqiptarë që jetojnë në Vjenë, sepse Hitleri po dënë me i qunë në front. A i shkon edhe i raton si ka ditë dhe si ka mujtë që mos me shku në front të Hitlerit. Mirë po vjen përfundimi i luftës dhe ky shkon jo në Shqipni, po kthehet në Itali. Pret se çka po ndodh, çka po ndryshon në Itali, në Shqipni, dhe atëherë thot, jo, unë s'pas na pse kthehem atje. Tu ditë edhe që ka qenë përpara me Zogun e që ka qenë qysh ka qenë,
dhe e gjen diken që kishte lidhje në Argjentinë dhe shkon në Argjentinë. Genc Lupi e fliste shkodrancën Noli më mirë se unë tash që po e flas shqipen. Po. Ama shkodrancën, ha? E si e rujte se pa të mbon një emision gjatë me te, tha. Babaj, do më thonë, intelektual, 11 vjeçar ke shkue ky atëherë në Argjentinë. Babaj, tha, intelektual, tha, na thoshte në shtëpi, ju jeni më të mirë në shkollat Kartegjana atje. Po këtu në shtëpi kur të hyni, o Shqip, dy nuk ka. Dhe sisoj, dhe më thonë, patëm edhe një shoqat atje, Skënderbeu, që vizitum, patëm asi, po kemi marrë disa emisionet e jashtëzakonshme të cilat kanë zgju interesim dhe jam shumë i lumtur që kam arrit me e boni. Dalim pak të Arbreshet në Itali, na trego pak. Arbreshet në Itali janë po ashtu përjetim i veçantë. Aty pse është përjetim i veçantë? Është përjetim i veçantë sepse në Itali ishte 100 vjetori i pavarësisë së Shqipërisë. Unë kisha vu kontakt me atë Antonio Bellushin përmes materialeve që i kisha pa të sigurume nga lidhja qytetare shqiptar-amerikane, ku atë Antonio Bellushi e keni atë film në tubimin e madh që bëhet në Amerikë, e ndez masën me gjithat thirrje që bën rroft Kosova Republikë dhe ai thot kjo është thirrma e të gjithë arbreshve, e të gjithë shqiptarëve kudo që janë, etj, që është një film i jashtëzakonshëm që më kanë dhënë. Dhe kisha vu kontakt me te përmes Shaqir Gashit, besoj që ke njoft, përmes Agimaliçkajt dhe atë Antonio Bellushi ishte udhëheci shpirtëror i arbreshve të Italisë. Dhe ma qënë, e kështë marrë adresën time, ma qënë një email atë Antonio Bellushi dhe thëtë, zoti Beqiri, thëtë, ne kemi pa që ti i ke realizu emisionet edhe me arbreshët atje dhe këte edhe atje, thëtë, se ato me arbreshet në Argjentinë edhe atje ishin për 100 vjetorën e pavarësisë Shqipërisë, 2012 kemi qenë. Dhe thot, ne nuk kemi arrit në 2012 thot me bon, se s'kemi pas mundësi, as organizative, as njerëz si duhet, thot po e kemi vendos, thot në maj, me bon kremtimin e 100 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Dhe ashtu doli. Shkova në si edhe këtu gjithaj manifestim, Noli, që të kojke me pa vetëm gjithato kostume, gjithat mikpritje, gjithato vale, hymë ka e këndojnë shqip një vajzë mrekullueshme edhe a besën ti i vetmi shqiptar televizion që ishim ne. Wow. As një nuk ju kish përgjigj ftesës me shkue, me përcjell atë ngjarje aq madhore, një përjetim i jashtëzakonshëm që vetëm aty mundesh me pa, vetëm të arbreshët, dhe aty është Prasnita, është një qendër e tyne, aty është atë Antonio Bellushi, atë e ka bibliotekën e madhe, dhe aty kemi has në gjëra të cilat sot asaj dite nuk i ka as Shqipënia, as Kosova, as kurkos, ai i kishte rujt. Se edhe në kohën e Hoxhës kish kërkue me ja dërgue, edhe ata e kanë dërgue.
jo diturin, jo libra, jo revista, jo ja kishin dërguar. Dhe ky i kishte rujt të gjitha. Atëherë duhet të shkputi këto. Cili vit ka qenë kjo vizitë? Me njerë në 2013. Wow. Se 2012 të thash, këta s'kanë mujtë më organizuar 2012 dhe ju kanë dhënë mundësit në maj të 2013. Dhe pastaj ne kemi shku aty dhe kemi qëndruar një 3-4 ditë, kam qenë me kolegun tim, Zenel Hajrizin, gazetari RTK-s, vetë kemi gjërue, vetë i kemi realizue, po nuk e harroj kur noli mikpritjen që po ta bënin, sikur që më kanë bo muë, më kanë thonë të tjerë pastaj në rastet veçanta e kanë bo edhe atyne, kur motra e Bellushit dhe Bellushi këndojnë këngën e mikpritjes për mikun, e këndojnë para mikut, jap ma dorën, o ti vlezër, e tjera që është teksti i këngës, dhe kjo se ke përjetu kërkon. Fenomen i madh është. Atëherë, pra, do të shkëputi edhe një herë pak këto, edhe do të dalmi me një vend tjetër në Shtetet Bashkuara të Amerikës, po para se dalmi në Shtetet Bashkuara të Amerikës, e përmendet një personalitet, me qenë se ai e ka dërguar edhe një mesazh. Shoku im i kahmatshëm Mon Beqiri, të përshëndes ty dhe mikun tim Nazim Saliu të Noli TV dhe ju uroj një emision të suksesshëm dhe të këndshëm për shiquesit tuaj. Ty personalisht dëshiroj të përgëzoj dhe në emrin të popullit tim të dashur të falenderoj për punën tonë me dekada në të mirë të informimit të drejtë të popullit, të qytetarëve të gjithë të mbar kombit shqiptar dhe për kontributin patriotik në këtë drejtim. Puna jote është inspirim për gjithë dhe shpresoj që gazetarët e sodit të mësojnë nga ti. Kaloni bukur. Shumë faleminderit, Agi Maliçkaj. Këte e kam mik të mirë, dhone. Është njeri shumë i madh, ka bo shumë, e sidomos me ligën qytetare shqiptaro-amerikane që është themeluar nga Diogardi, ku sot Agi Maliçkaj sa di unë është drejtori ekzekutiv. Me Agimin në kanë lidh mitësi familjare, se shoqet e ime dhe e ti kanë qenë fëqin këtu në Prishtinë dhe janë lidh, e pastaj në ka lidh edhe neve kjo mitësi dhe kemi mitësi të jashtëzakonshme. Por, kontributi i ti dhe krahas ti dhe i shumë shqiptar-amerikanëve në Amerikë është i jashtëzakonshëm. Për shembull, unë kam sigurue, hera parë dikush që i ka marrë dhe ja kanë besue, është arkiva e Ligës Qytetare Shqiptar-Amerikane, për krejt atë çka kanë bo, çka kanë lobue, sa kanë ndikue në çështjen e Kosovës ose të kauzës kombëtare, sepse kanë bo shumë edhe sa i përket Shqipërisë dhe demokratizimit ose kalimit nga sistemi monist në demokraci. Noli vetëm unë besoj që e ke pa, por shikuesi zdia kam pa se kam pa. Diogardi mbetet legjend me dëshminë e jashtëzakonshme që ka bo në prill të 90-s në Kongresin Amerikan, në pranin të shumë kongresmenëve dhe senatorëve, në pranin e një audience të jashtëzakonshme, duke përfshirë një numër të madh edhe shqiptarëve në atë dëshmi, po ku ka pas edhe prifta serb që kanë ardhur aty me dëshmu ose me ndëgju edhe me bë përshtypjen që na jemi të krishterë, nuk jemi musliman, e tjera. Por ajo sekvenca
ose gjirimi ku shihet Diogardi të i përgjigjet kongresistet me prejardhje sërbe Delic, e cila e akuzon se është një lobist i pagum dhe nuk po e thot vërtetën se në Kosovë e kanë një radio, kur thot ju më akuzon, po thot unë jam shqiptar etnik, dy herë përsërit jam shqiptar etnik dhe kryetari i fundacionit të Ligës Qytetare Shqiptare Amerikane. Kjo është epike për mu, është epike. Kurse mes tjerash kam qenë edhe kam realizu një emision të jashtëzakonshëm për mua, për historinë e vetë që e ka treguar. E ka qenë pjesë edhe e ligës bashkë me Diogardin, zoti Shaqirgashi, i cili mirërisht nuk rën më, po ai mi ka rrëfye të gjitha ato ndodhi që kanë qenë dhe domethënë nga ajo që kam marrë vesh nga intervista me te këtu dhe në Amerikë që e kam bo, del që ai është një figurë jashtëzakonisht e rëndësishme në historinë e lobimit të shqiptar-amerikanëve në favor në çështjen e kauzës kombëtare. Diogardi me te, për shembull, kanë qenë në vorrimin e Enver Hadrit në Bruxelles, kanë qenë në Australi, në Zeland të Re, kanë lobue, kanë mbledh mjete për me realizue qëllimet e veta për regrutimin e kongresmenve, senatorve, për me ndihmu çështjen e Kosovës dhe Shaqirgashin e pyes sipas jush cila është figura më markante e cila e ka ndihmuar çështjen e Kosovës dhe e vlerëson ti, thot, është e padiskutueshme, thot Robert Doll. Dhe është e vërtet, sepse Robert Doll ka ardhur në Kosovë vitet 90 dhe e ka pa me sytë e vet se çka ka ndodhur me shqiptarët dhe para aty delegacioni serbët kanë bë kërdi pse kanë dalë shqiptarët e Kosovës në mbrojtje të, domethënë kanë dalë për t'i pa kush ka ardhur me ndihmë nga Amerika. Dhe janë disa çështje tjera, për shembull, unë kam taku dhe kam bërë disa emisione me zotin Ramiz Tafila, një figurë që është shumë edhe sot dhe asaj dite aktive. Për shembull, kemi shku me te që sa e mora vesh prej ti, jo, po kur shkum në Katar, ku e kishte ai një firmë atje dhe ne xhirum një biznes të tij atje, kur shkojmë të shefi i shërbimeve aty, po njoftove kur del edhe ai ishte me prejardhje shqiptar. Wow. Edhe kishte mbiemrin Shala. Wow. Domethënë, unë kado që po shkoj dhe unë po shkoj mas tyne. Atëherë, pra, i kam edhe dy pyetje për përfundim. Njëra është, si i vlerësoni gazetarët e ri sot dhe puna e tyre dhe kapaciteti i tyre në një, dhe i dyta një përshëndetje për të gjithë shqiptarët anë mban botës që na kanë dëgjuar në këtë bisedë, me të vërtet bisedë, të flasësh edhe me qindra orë nuk mjaftojnë. Noli, mendimi nga ajo që po shoh është se gazetarët e rinj nuk e kanë një përkrahje ose një mbështetje të pronarëve, se tash janë bërë pronar të gjithë të mjeteve të informimit. Nuk e kanë mbështetjen e tyne ose udhëzimin e tyre
qysh me hy në gazetarin e mirëfill, gazetarin hulumtuse, ose edhe prezantuse të asaj që e shohin, por diqysh sikur të gjithë shumica e kanë një qëllim vetëm të vrapojnë pas klikimeve dhe jo të qasen nevojave që ka kjo shoqëri e jonja edhe sot, pavarësisht se jemi në liri në Kosovë. Nuk e kemi të zgjedhur akoma përfundimisht çështjen e Kosovës. Dhe këta gazetarë të ri detyrimisht hynë në ato kanale që ja u trasojnë këta, por të cilat për mendimin tim nuk çojnë në një rrugë të mirë ose në formimin e një gazetari i cili do të ishte jam i pajtimit që është në shërbim të atij pronarit të medias, por mos të mbjellin urrëtie mes njerëzve, mos të fusin urrëtie, mos të fusin të këqijat të cilat po na kushtojnë dhe jemi çakorduar edhe me disa analisa dhe me disa debate dhe me disa të cilat nuk po shkojnë në drejtim të kauzës sonë kombëtare, mjerisht ndoshta janë të paktë ata që unë bile po muj me i pa, që janë vetvetja ose janë në një rrugë që të formohen tamam si gazetar, po të mirëfillt dhe të thonë gazetaria në demokraci është e lehtë, thuaj të vërtetën dhe të jenë në rregull. Po me insinuacione, me sene të cilat po i bëjnë dëm kësaj shoqërie, nuk kam përshtypjen ku me ditë sa për gazetarët e ri, ose një pjesë të tyre, se gjithmonë ka përjashtime. Kurse sa i përket një përshëndetje, Noli TV, unë kisha kënaqësinë të isha pjesë e këtij programit të shkëlqyeshëm që po e bën, duke i dhënë hapësinë njerëzve të cilët dojnë të shprehen, edhe po shprehen lirshëm, edhe s'po pengon në ndërhyrje, sikurse që disa e kanë zakon hala pa thënë fjalën ta thot në jesi. Kështu që uroj spari ty dhe televizionet të cilin e përfaqëson dhe gjithë popullit shqiptar të vini ditë ku të jemi të bashkuar në mendime për kauzën e përbashkët, sepse kjo situatë, ky rend i ri botror që si duket po krijohet, kërkon një përkushtim më të madh, një unitet më të madh të vetë popullit shqiptar, kudo që janë dhe ata që mundin me punue në favor të kauzës kombëtare. Të faleminderit shumë. S'ka gjë, me të vërtetë sot ka qenë një ndër ditët më të bukura të mia që kur njeriu merr vlerësime edhe motivime prej një personi që ka kaluar 5 dekada në këtë laminë e gazetarisë edhe përfundon me një gjë të bukur kur të vlerëson. Kjo është një mrekulli e madhe. Të falenderoj shumë për kohën, për insistimin e juaj edhe për këtë bisedë aq të këndshme që besoj nuk do të lam, por dua t'ju them të gjithë dëgjuesve që në kanalin tonë, kanalin Noli TV 39, ku mund të ndëgjoni edhe besoj do t'i shfaqmi disa dokumentare të zoti Mon Beqirit, i cili ka bërë rrugtime të disa dokumentarëve të tina, që do të mundohen të shikojnë të dieleve dhe të jetë një kënaqësi e madhe e ime që do të falenderoj kështu përzemërsisht që më dha të drejtën, më dha të lejen që t'i shfaqmi, se është një krenari edhe është një gjë shumë e bukur e hulumtimit të juaj që keni hulumtuar për kombin tonë shqiptar anë mban ku do qoftë nëpër botë. Pra unë ju falenderoj shumë dhe ishte kënaqësi e imja këtu direkt nga New Yorku. Gjithë mirë. Pra të
Nderuar shikues dhe dëgjues, me të vërtet kënaqësia kur nuk ngopet. Por kënaqësia e madhe është kur kem njerëz me bagazh shumë të madh, me shumë dekada, historia e tyre, vlera e tyre, kur nuk shuhet edhe kur nuk dëshon. Mirë mbetësi deri në emisionet e radhës me Noli Show, Noli TV këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.